Dita botërore e AIDS-it është një përkujtim ndërkombëtar që mbahet më 1 dhjetor të çdo viti për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të treguar solidaritet për ata që preken nga HIV/AIDS. Kjo ditë është vendosur nga OKB në vitin 1988. Është një ditë për të kujtuar ata që kanë vdekur nga sëmundja dhe për të theksuar nevojën e vazhdueshme për parandalim, trajtim dhe financim. Shiriti kuqër, simboli global i mbështetjes për njerëzit që jetojnë me HIV. Njerëzit në mbar botën marrin pjesë në ngjarje për të treguar mbështetje për njerëzit që jetojnë me HIV dhe për të nderuar ata që kanë vdekur nga sëmundje të lidhura me AIDS-in. Për vitin 2025, tema është kapërcimi i përçarjes, transformimi i përgjigjes ndaj AIDS-it, e cila nxjerr në pas sfida si shkurtimet e fondeve dhe synon të çojë përpara progresin. Transmetimi seksual mbetet rruga kryesore e marrjes së këtij infeksioni. 93% të rasteve, transmetimi nga nëna tek fëmia zë 4% të rasteve dhe transmetimi nëpërmjet gjakut zë 3% të rasteve në total. Sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, rreth 1.3 milion persona në mbar botën u infektuan me virusin e imunodeficiencës njerëzore HIV në vitin 2024, i cili mund të shkaktojë SIDA nëse nuk trajtohet. Ndërkohë dhe në vendin tonë, nga të dhënat e shëndetit publik, në vitin 2024 rezultuan se 119 persona ishin të infektuar me HIV, nga të cilët 30 janë femra, 89 meshkuj, 4 fëmijë dhe 14 të rinj.